gjykon ai nëse drejt dhe pa drejt. Do të edhe ky ideja gjobës, si ky i gjobit njerëzit, dhe me gjobën që i merr ky është edhe benefaktor, ja drejton shkolla, gjoba në fakt ka i kuptim krejt tjetër, nuk ka lidhje, nuk është taks. Ky bën me gjobën, që është i dënim, kuptoni, ky bën spitale, bën shkolla, ky dhe të kthej, keqen e kthen të mirë. Ore ky ka bë sheshin, e keni vëmen që është një piramide ulët, ka të mendoni që ka të bëjë me lirim, me demokracinë? Absolutisht fare. Kjo aty s'ka për të vu, as në i bus, as në i shtatore, as në i shatrivat. Do se ne ka të keqësi si jena Piazza Venezia. Tu do hypi ky, ditë në fushatës, absolutisht do shifni. Do hypi ky i rrethum nga turmat, kuptoti entuziastë për shefin, është dhe i gjatë. Edhe ka mendu mirë, të shi kjo populli rrimë poshtë. Atë, absolutisht kjo është e vërtet, dhe në qofë se nuk ndodhë kjo. Do i të ke Maja Beatrice, të Maja Sheshit. Atje do të bëhet mitingu për mbëllës. Ajde, do ma përdosi s'ke për dalën tipi ke Sheshit. Të kthejnë zyrtare për ka kësheshin në Tereza. Vetëm në qofë se më të gjojnë në të ndryshojnë bënd. Ideja është ky shef projektu ka 10 vjetë vetë për ty ka marrë leje ke sheshi në Tereza.